se sa më shumë e rëndësishme këta krejt janë të gatshëm me kontribun shoqëni edhe rrëfimi i djalit të parë që janë dëgjuar. Është e rëndësishme të ndalemi fillimisht vetëm te pse ka nis, dhe patjetër që do të flasim edhe për trajtimin e tyre në rezonancë dhe shërimin e tyre, në mënyrë që e kalojmë te djali i dytë, do doja këtë temën të rrim këto, si fillove, kush ka qenë shkaktare që ty të ka shty me fillu substancat narkotike? Është mosha shumë e re, shoqënia. Po flosëm për moshën, kam qenë dikon fillimi i shkollës mesme. Po ta fillu me përdor substancë edhe natyrisht me shoqëni, për shembull, shoqë sana, filleshëm sërreshëm në ora, avden ishëm të në kohën jashtë të përdor sana, pas shumë një kohë e gatë, po folin që të folë rezonancës dhe më hanë, jem shumë mirë, po nina shumë mirë, thash. Jam një që kom përdor një kohë shumë gjatë, që 15 vite jam. Po... Dhe më thonë, posane? Në praktikën tonë klinike këtu në spital, zakonisht këto janë edhe shkaktarët kryesorë, fillimit të eksperimit me substanca. Djali i parë dhe i dy do të thotë të dy të përmenden aspektin psikologjik si faktor dhe emocional. Ankthi, stresi ose depresioni i patrajtuar. Edhe fillimin e vetmjekojnë me substancë për të qetësuar. Me një kënaqësi momentale. Pra, për të qetësuar stresin apo ankthin cilën këta e kanë jetuar. Po ashtu, edhe ndikimi i shoqërisë, cilën e përmendi djali i dytë, do të thotë shumicën e rasteve tona këtu në punën tonë klinike të përditshme. Domethënë faktori social është shumë i pranishëm, do të thotë presioni i shoqërisë, presioni nga shokët e shkollës, mund të jetë nga kolegët e punës, apo edhe nga vetë anëtarët e familjes apo të afërmit, të cilët e normalizojnë përdorimin e substancës. Në momentin që ti ki qasje në familje dhe të afërmit në substancë, atëherë për ty fillimi i përdorimit është diçka e zakonshme. Do thotë në terapitë, në psikoterapitë grupore, zakonisht kur ta përfundon një histori të shkurtër të vetën, na ndërhyjm edhe morëm një feedback prej të tjerëve, si po ndihen ata me tregimin e djalit, edhe fillojmë tani me djalin numër 2, 3 kështu.